Sali Mustafa është në gjendje të vështirë financiare dhe po kërkon ndihmë nga shteti i Kosovës, por ky nuk po i përgjigjet. Ish komandanti i UÇK-s, i dënuar nga gjykata speciale me 15 vjet burg e 207.000 euro gjob, ka kërkuar që kjo shumë të paguhet nga buxheti i Republikës së Kosovës. Në shkresën e mbrojtjes, Sali Mustafa është zotuar që këto para t'ja kthej më pas shtetit. Megjithatë, dy ministri në Kosovë, ajo e financave e udhëhequr nga Hekuran Murati dhe ajo e drejtësisë e drejtuar deri në fund të gushit nga Albulena Haxhiu dhe tash nga Blerim Sallahu, nuk morën mundin t'ia kthejnë asnjë email. Këtë kërkesë, ish komandant Sali e parashtroi pasi një gjyqtar i vetëm vendosi që përveç shumës bazë, Mustafa të paguaj edhe interes prej 8% në vit deri në shlyerjen e plotë të detyrimeve. Kjo nënkuptonte rritje të vazhdueshme të borxhit. I gjendur në situatë të papërballueshme financiare, ish komandant Sali kërkoi sqarime nga Ministria e Drejtësisë në lidhje me çështjen se cili dikaster është kompetent të merret me këtë punë. Por nuk mori përgjigje. Mbrojtja së fundi është drejtuar Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës për të parë se cili departament do të ishte përgjegjës për të marrë me këtë çështje. Megjithatë, deri më tani nuk ka asnjë përgjigje për këtë. Gjykata e Apelit mund të pezullojë përkohësisht procedurat në mënyrë që regjistruesi të mund të kryejë një hetim të tillë, thuhet në kërkesën e avokatëve mbrojtës. Njëjtë sikurse Ministria e Drejtësisë, veproi edhe ajo e financave që udhëhiqet nga Hekuran Murati. Këta paraprakisht nuk u përgjigjen për këtë çështje, kur ju kërkua nga gjykata speciale. Më 28 shkurt 2025, regjistruesi raportoi për çështjen e përmendur më sipër. Në paragrafin 14 të raportit të regjistruesit, u raportua se regjistruesi nuk kishte marrë përgjigje të tjera nga Ministria e Financave e Kosovës në datën e paraqitjes së raportit. Vazhdohet tutje në shkresën e mbrojtjes. Sali Mustafa ishte dënuar herën e parë me 26 vjet burg. Of 26 years of imprisonment with credit for the time served. Apeli e kishte zbutur më pas në 22 vjet, ndërsa Supremja kishte kthyer rastin në rishqyrtim, ku më pas Mustafa u dënua me 15 vjet heqje lirie.